Ajo që unë shohë më shqetësuese është sepse të gjithë janë të rritur në moshë, pra edhe viktima e kësaj ngjarje, fatmirësisht jo viktime humbje jete, por me plagosje, edhe autorët, por dhe vajza e cila në një farë mënyrë është ajo molla e sherrit në këtë histori. Gjithçka ka nisur në TikTok, Denis Çumani shkruante të dashurës Dorian Ferrës ndjes në TikTok, jo vetëm për gjatë ditës së djeshme, por edhe në ditët e mëparshme, pra e ngacmonte, dhe duke e ditur që kjo e fundit kishte një lidhje me Dorian Ferrën, kanë pasur dhe diskutime të mëparshme dhe ditën e djeshme kanë qenë së bashku, ndërkohë që Denis Çumani i ka shkruar përsëri mesazhe, ka pasur një insistim nga ana e të dashurit të vajzës për ta kuptuar se kush është ky person që po i shkruan, pasi i ka marrë telefonin, ka vërtetuar që është pikërisht Denis Çumani. Duhet të thënë që këto persona nuk është se nuk njiheshin tërësisht me njëri tjetrin, pra njiheshin me njëri tjetrin, i dinin edhe shtëpinë, e dinin edhe se si ishin marrëdhëniet me secilit prej tyre, pra edhe Denis Çumani e dinte që vajza ishte e dashura e Dorian Ferrit, por nuk ngurroi që ta ngacmonte. Dhe